një mësim që shejtani ja ka mësu Ebu Hurajres. Bash shejtani ja ka mësu se qysh më urujt prej shejtanit. Do me thënë, armiki e ka kallzu sekretin se qysh më urujt prej shejtanit. Kallzon Ebu Hurajra radiallahu anhu, thot më kalon Rasulullah alayhi salam me rujt sadakan, edhe ju më kanë të rujt natën. Thot e kum një dikan të marë prej ushqimit, edhe ju më shku e kum zan. Kur e kum zan, është kanë plak i vjetër, i më shumë. Edhe i kum thanë që kum e të dërgu të Rasuli alayhi salam. E ju është anku, i ka thënë liram, se jam i vjetër, kam familje, jam nevojtar, liram. E kjo e ka liru. E kur është ba sabahi, i ka thonë Muhamedi alayhi salam, pa i kallzu këheq historin, i ka thonë Muhamedi alayhi salam, ka thonë, qka ka ba robi jëtë pram, që e ke zanë? Qa ka ba? Thot ja Rasulullah, më është anku, ka thonë që ka familje, është nevojtar, e kum liru. I ka thonë Muhamedi alayhi salam të karajt, e ka më këthy apet, e o shku, me rujt e borerat nesrit, natën. Thot e prej fjales të Rasulit alayhi salam e kum dit që ka më këthy. Se më ka thonë Rasulullah alayhi salam, bindje plot, e kum rujt, e është këthy. E ka nis me marë prej ushqimit e kum zanë. Edhe i kum thonë kum e dërgu të Rasulit alayhi salam, ka thonë mos më dërga, liram, po shkak se jam nevojtar, kam familje, kam fmi, liram. E ka liru. Ebu Hurajra radiallahu anhu, e të nesërmit i ka thonë Muhamedi alayhi salam, qa ka ba robet? Thot e kum liru ja Rasulullah, mu është anku që është shumë nevojtar, ka familje, ka fmi, e kum liru. I ka thonë Muhamedi alayhi salam të karajt, e ka mu këthy apet. Thot Ebu Hurajra e kum rujt edhe natën e tretë, për shkak se e kum di që ka mu këthy, për shkak se Muhamedi alayhi salam ka thonë që ka mu këthy, edhe e kum rujt, edhe u këthy, natën e tretë. E ja ka nis me marë prej ushqimit, e kum zanë, e kum nalë, edhe i kum thanë, kum e dërgu të Muhamedi alayhi salam. E kur i ka thonë kështu, i ka thonë mësë më dërga, unë po ti mësaj do fjalë të cilat të ruin prej shejtanit, ama ti mësë më dërga të Muhamedi alayhi salam. I ka thonë cilat janë ato fjalë? I ka thonë kur shkajsh me flajt, thuje ajetul kursi, të spidohen që e njohin popli, thuj, Allahu la ilaha illa hu, الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. E ka me të ruajt Allahu nëse thu këta dhe nuk ka me të prek shejtani. E ky u shkut nesrit. I ka thonë Muhamedi alayhi salam, ka ba robjet? Ka thonë, ja Rasulullah, më ka thonë që po ti mësoj do fjalë të cilat kanë me të ruajt pe shejtanit. E ka me të ruajt Allahu në qofë se i thu këto fjalë. I ka thonë Muhamedi alayhi salam, çat ka thonë? I ka thonë me thonë të spidoven. I ka thonë Muhamedi alayhi salam, ta ka thonë vërtetën, edhe pse është rancë. Ta ka thonë vërtetën, e është rancë, mirë po këtu ta ka thonë vërtetën. Tëni ka thonë Muhamedi alayhi salam, ka thonë o Abu Hurajra, a e din me kanë ke folë që të rinet? Ka thonë Abu Hurajra, nuk e di ja Rasulullah. I ka thonë është shejtan. Shejtani u kanë që të rinet që të ka ardhë, e është rancë, mirë po në këtë rast ta ka thonë vërtetën. E shefu musliman, sekret, i mësum prej shejtanit se qysh më rujt prej shejtanit. E lusëm Allahun azza wa jall që më na bë për atyne që sa shkojmë me flajt e thojmë të spidoven. Por fund për ju thamë musliman më bëna Allah, kështu nuk është zakoni jami mi u fol muslimanve në kësi gjendje kështu. Mirë po për ju thamë si musliman. Ma dashtë i zemra këtë hadith kërë kujtova e shpresova që me dalë prej zemrës. E di që kur dalë prej zemrës shkon të zemrat e muslimanve. Këta jo me sigurt që kur dalë prej zemrës shkon të zemra. E shpresova me zanë këtë moment kur dalë prej zemrës. E lusëm Allahun azza wa jall më na fal, shkak se muslimanët e parë nuk kanë folë kështu për fe, që folëm na to jetë sudhës, to jetë së në kërë, kështu s'kanë folë muslimanët e parë. Muslimanët e parë kur kanë folë, ju në koncentru, ju në përqendru, jo që shfolëm na. Mirë po, shpresa jam që me zanë zemrën që si gjendje që me kallzu këtë hadith për zemrës. Në këta jam e sigurt që kur del për zemrës shkon të zemrët.